بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, e falenderojmë Allahun, Zotin, krijuesin e botrave, meritorin për të adhuruar dhe për të njohur si Zot, s'ka Zot tjetër përveç Tij. Mirësitë dhe bekimet, mëshira dhe paqja e Tij qoftë mbi dashurin e Tij dhe dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e Kiametit. I madhi Zot na ka dhënë mirësi dhe begati pafund. E ndër këto mirësi dhe begati të Zotit është që neve po na mundsohet në këto ditë të rrimë me ozhallar të ndryshëm për të përfituar, për të rritur imanin dhe besimin, për të përkujtuar, për të reflektuar dhe që të na ndihmojnë inshallah taala këto ligjërata të lira që ne kemi lënë për ozhallarët, na ndihmojnë që të jemi sa më të përgatitur për t'i dhënë hakun muajit të Ramazanit, inshallah taala, duke u mbështetur Zotit dhe duke bërë sebepet. Edhe këto ligjërata që mbahen dhe këto këshilla që marrin ozhallarët e nderuam nuk janë gjë tjetër vetëm se sebepe që Zoti i Madh i ka bota atilla që nëse bëhen shtohet imani dhe besimi, fshihen gjunahet e si pasojë njeriu përgatitet për në Ramazan. Kemi nderin dhe kënaqësinë sonte që në mesin tonë të kemi hoxhën e nderuar, hoxhën Muhamet Estrefi, shumë prej vëllezërve dhe xhamatlive e njohin. Hoxhën njihemi herët, kur them herët, bëhet fjalë para dekadash, për ata që janë pak moshë e re, dhe elhamdulillah Zoti më prap na ka lënë bashk në këtë mision, në këtë punë, dhe hoxha i nderuar është afër nesh, sepse edhe punën, domethënë angazhimin e tij të davetit e ka afër nesh, sidomos në sektorin ku ai është edhe më i specializuar, që është fusha e egzorcizmit islam. Allahu e shpërblet dhe e nderoft. Kështu që elhamdulillah që e kemi hoxhën sot këtu në mesin ton, dhe me shpresën e Allahut do të përfitojmë nga këshillat dhe tema që ai do të mbajë. Lut Allahun që hoxhën ta shpërblej, ta nderoj e ta lartësoj me gradat e tij më të larta e t'ja bëj jetën sa më të mirë të ahiretit, po edhe të kësaj bote. Edhe ju vëllezër, Zoti ju nderoft që keni marrë pjesë dhe jeni këtu prezant për të dëgjuar këshillat e hoxhës. Zoti ja shpërbleft atij dhe Zoti ju shpërbleft juve. Tfaddal Sheikh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa ba'd. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirplot, atë Zot falenderojmë dhe prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi profetin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë besimtarët muslimanë që e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri ditën e fundit dhe më pas. Pas falënderimit të Allahut subhanahu wa taala, do falenderoja hoxhën ton, hoxhën e kësaj xhamie, në Klapa, hoxhën e shqiptarisë, Hoxh Ahmedin, Zoti e nderoft, për zemërgjërsinë çfarë ka që nuk nguron të ftoj hoxhallarët të ndryshëm të jenë pjesë në mësimdhënien e këtë xhami, ku Allahu subhanahu wa taala ka bërë një xhami shembullore për punë të hajrit, alhamdulillah. Ku lut Allahun të japi jetë gjatësi në punë të hajrit, sukses dhe sinqeritet. Njëkohësisht dhe ju si xhamat i nderuar, se prania juaj vetëm se e shton bukurinë e kësaj xhamie. Pejgamberi ka thonë sallallahu alaihi wasallam, ai i cili nuk falenderon njerëzit, as Allahun zita falenderoj. Prandaj është një urdhër fetar që ne të jemi mirënjohës dhe falënderues ndaj njëri tjetrit. Normalisht mësimet në këtë xhami s'kan munguar. Gjatë pranisë time në namazet e ndryshme, këshillat e hoxhës janë thjesht mashallah, por ngaherë një zë tjetër se kur duket se po sjellim diçka të re. Argumentet fetare po këto janë. Ka thënë Allahu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vetëm se çdo hoxh ka formën e vet,
e shpjegimit, përcjelljes së mesazhit dhe shpresojmë që të përkujtojmë njëri tjetrin. Mos prisni për emër të dëgjoni diçka më shumë se sa keni dëgjuar nga hoxhallarët e kaluar, që Zoti i dhoft dhe atyre jetë gjatësi në punë të hajrit. Tema ime sot me ka të bëjë rreth një ajeti kuranor që ju e keni dëgjuar dhe për 2 hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E gjithë ligjërata, takimi, emocionet bëjnë të vetën, sepse më thon përpara hoxhës dhe ju, nuk është e lehtë flatësh, por inshallah Zoti na dhoft hajër dhe sukses. Ajeti kuranor besoj se të gjithë e kemi mësuar përmendesh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu. Ya ayyuhalladhina amanu. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Kjo është ajet madhështor. Për të do flasim. Pejgamberi ka thonë sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa ha huna, ha huna, ha huna. Devotshmëria është këtu, është këtu, është këtu. Ajeti kuranor, ja ayyuhalladhina amanu, thirrja bëhet për ne si besimtar. Kutiba alaykumus siyam, ju është bërë ju obligim agjërimi, ashtu si ka qenë detyrë për popujt e mëparshëm para jush, la'allakum tattaqun, që të arrijmë shkallën e devotshmërisë. Te devotshmëri, pejgamberi ka thonë, taqwa ha huna, ha huna, ha huna. Devotshmëria është këtu, këtu, këtu. Hadithi i tretë që ne do ecim sonte me këtë ligjërat me lejen të Madhit Zot dhe lutem Allahut na japë sinqeritet dhe sukses. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se në muajin Shaaban ngrihen punë tek Allahu subhanahu wa taala. Ka ardhur më specifik ditën ose natën e 15 të muajit Shaaban. Ngrihen punë tek Allahu subhanahu wa taala. Që Allahu t'i vlerësoj punët. Agjërimi i vitit kaluar, haxhi, zakati, sadakaja, lëmosha, gjithë. Ngrihen tek Allahu subhanahu wa taala përveç 2 personave. Njëri prej tyre ka thënë pejgamberi alayhis salam, ai i cili i bën shok Zotit, puna refuzohet zbret. Dhe i dyti është ai person i cili ka armiqësi, smir, zili, urrëtie me vllain e vet. O vëllezër, at-taqwa ha huna do të thotë në zemër. Kjo zemër është ai organi i cili jep orientim të gjithë gjymtyrëve. Po nuk e pastruam në këtë zemër për Zotën, nuk kemi për të shijuar Ramazanin. Prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, zemrat e bijve të Ademit ndryshojnë aq shpejt ose më shpejt se sa uji i cili valon tenxhere. Dhe ka thënë sallallahu alaihi wasallam se zemra është e tillë, është si puna e saj fletës apo penës apo krahut, e cila e merr era dhe e përplas një trung peme dhe e kthen si para dhe mbrapa. Kështu janë dhe zemrat e njerëzve. Por o Zot, na bëjt ne të qëndrueshëm në fen tënde. O Zot, na e zbukuro besimin në zemër dhe ky lloj besimi që na zbukuron zemër na e mundson të reflektojmë në jetën tonë të përditshme, në punën tona. Se posë që zemra e pastër, posë që zemra e kulluar, e çfarë vlerë ka udhërimi jon? O vëllezër, devotshmëria që unë du të flas sonte është krejt ndryshe me disa hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë zemër, e cila ne flasim kraharorin ton, për të arritur devotshmërinë, më së bukuri dhe më së miri na jep pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është ajo ena pra, kjo është ajo ena. Njeriu nga i herë jep jetën, kohën, pasurinë në punë të hajrit. Majeni mend. Zoti pra njeriu në jetë mund t'japi jetën, mund t'japi kohën, mund t'japi pasurinë. Nëse këto janë faktorët më dominues në jetë, jeta, pasuria dhe koha. Nëse këto nuk i ka të pastra për Allahun subhanahu wa taala, edhe pse është e saktë si vepër, refuzohet. E ja bashkë me mu të ndalim e pak çfarë thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. 3 lloj njerëzish janë të para që gjykohen përpara Allahut subhanahu wa taala. I pari i tyre është ai person që Allahu subhanahu wa taala ja mundsoi me shku në luftë për hir të Allahut, me bë xhihad. Ai jep jetën.
Pasi Allahu ja mundsoi fuqin, mundësin, të arrijë aty në fushë betej, lufton, dhe në gjykimin ton si njerëz, la ilaha illallah, duke se është i pastër, duke se kur është i drejt, thot Allahu subhanahu wa taala pasi ai ndron jetë, vritet në luftë, në gjykimin ton njerëzor mund të qumë dhe shahid dhe dëshmor. Ndoshta mund të krijojmë dhe një lapidar, apo diçka më thon çfarë në mes qytetit apo me radhë. Por kjo s'bën dobi tek Allahu subhanahu wa taala. Është zemra. Kjo është organi i cili më thonin lëvizjorat. Allahu subhanahu wa taala e ringjall dhe i thot: "O filani biri filanit, ti morë pjesë në luftë. Ti sakrifikova jetën. Ti mundsova të gjithë rrugët për të arritur deri këtu. Nga ana shëndetësore, nga ana financiare, nga të gjithë mundësitë. Pse e bëre këtë?" Thot: "O Zot për ty. O Zot për ty." Allahu e din. Zoti është ai i cili e zbulon mjetin ton dhe zemrën ton, askush tjetër vetëm sa Allahu subhanahu wa taala. Ne mund të ndukemi shumë të sinqert përpara njerëzve, por s'ka vlerë. Po si je i pastër me Zotin ta s'ka vlerë, vallahi s'ka vlerë. Dhe po i thot gënjeve, ti e bëre këtë punë, edhe jetën për të vendosur në historinë e njerëzimit se ke qenë trim dhe guzimtar, luftëtar. La ilaha illallah. Allahu urdhëron me lajket hidhen në zjarr të xhehenemit, edhe pse do jetën. Pse? E do jetën, po s'pat për qëllim çfarë? Allahun subhanahu wa taala. Prandaj duhet me pastru njetin tonë në të gjitha punët, në të gjitha adhurimet. I dyti ka thënë pejgamberi alayhi salam, është ai person që Allahu subhanahu wa taala ka mësuar ta mësoj fenë e Zotit, Islamin, ta mësoj Kur'anin famlar dhe jep mësim. Kalon sa aty këtu, jep mësim. Dhe ja din vlerën këtij mësimi. Dhe se Allahu ja mundsoi rrugët. Zoti na i mundsoi rrugët, prezantojmë tu sonte. Është mirësia e Zotit. Është Allahu që na dhënë mundësi. Dhe Allahu i thot, pasi i ringjall: "O filan, pse e bëre këtë punë? Pse ja mësove njerëzve Kur'anin? Pse ja mësove dijen islame?" Thot: "O Zot për ty." Thot: "Gënjeve, ti e bëre këtë vetëm që të thuhet vërtet filani o i palodhshëm dhe është dietar. Fjala e tij më thon ka pesh dhe hë vetë janë qef. Del qëllimi nga Zoti tek njerëzit. O Zot na i pastron jetët. O Zot na i pastron jetët." Vjen i treti, ka thënë pejgamberi alayhi salam, ai person i cili Zoti e ka mësuar, ja ka dhënë dynjan, pasurinë dhe shpërndan dhe jep djathtas, majtas, para, mrapa, ku do të ka të mundësi. Dhe pyet Allahu subhanahu wa taala: "O filan, pse dhe nga të mirat që unë të mundsova ty?" Dhe ai është i vetëdijshëm se to të mira i ka prej Zotit. E di se shëndetin, pasurinë, mundësinë e dijes është Allahu subhanahu wa taala që ka mundsuar. Thot: "O Zot për ty." Thot: "Gënjeve, ti e bëre këtë vetëm për të thënë që filani është bujar. Merreni," i thot me lajkeve dhe hidheni në zjarr të xhehenemit. Jeta e tij, pasuria e tij, koha e tij, e dynjas shkoi gjithë dëm. Pse? Sepse nuk e pat njetin e pastër për Allahun subhanahu wa taala. Në Islam nuk mjafton vetëm saktësia e punës. Këtë puna e sakët, duhet dhe sinqeriteti për Allahun subhanahu wa taala. Duhet jesh i pastër me Allahun subhanahu wa taala. Ky hadith për Zotin sa herë që e lexoj apo e trajtoj si temë, mua të parin ma dredh zemrën. Them: "O Zot, na fal dhe na ruaj." Sepse zemra është e lëkundshme. Zemra është e çuditshme. Zemra është ai organ i cili më thon ka thon pejgamberi: "Idha saluhat", nëse rregullohet, e gjithë puna rregullohet. E nëse prishet, e gjithë puna prishet. Prandaj ne që të futim në Ramazan duhet të kemi parasysh të pjesë. Dhe kjo hadith nënkupton fjalën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që Zoti se pranon punën lart ta vlerësoj illa li mushrikin au mushahin. Pra çdo njeriu Allahu ja pranon punën, përveç mushrikut. Shirku i madh është i ditur ka ju dhe tek unë dhe tek ne. Shirku i madh mi boshak Allahu subhanahu wa taala. Problemi është çfarë të bëjmë me shirkun e vogël, me sy e faqësinë.
Me atë që kemi frikë ta hapim, ta bëjmë mos ta bëjmë. A është e saktë s'është e saktë? Prandaj, o Zot, ma i pastro zemrat. O Zot, bëje zemrën tonë të jetë e qëndrueshme. Prandaj nga duat më të shpeshta pejgamberi çfarë ishte? Ja muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. O Zot, ti i cili ke këto zemra tona në duart e tua, bëje të qëndrueshme zemrën time. Ihdinas siratal mustaqim, bëj të qëndrueshme rrugën e vërtetë. Nuk ka kuptim, nuk ka vlerësim adhurimi ndaj Zotit mos se je sinqert me Allahun. Nuk mjafton saktësia, por duhet dhe sinqeriteti për Allahun subhanahu wa taala. Prandaj shirku e prish punën e mirë, e shkatron. Allahu subhanahu wa taala i tërheq vërejtjen njeriu më të mirë. La in ashrakta la yahbatanna amaluk. O Muhammed, nëse ti bësh shok Allahu subhanahu wa taala, e gjithë puna jote do shkatrohet. Profeti alayhis salam. Prandaj ishin sahabët e pejgamberit që kishin frikë shirkun. Keni dëgjuar për Omerin? Omeri kishte frikë shirkun. Kishte frikë shirkun. Kur pejgamberi fliste për shirkun e vogël fshehtë, kishte frikë. Dhe shirku më i vogël, ose shirku i vogël, e cila ka të bëjë po me këtë hadith, është kur njeriu vlerëson të tjerët dhe ka për qëllim dalin pas se unë jam modest. Pra lavdëron të tjerët, filani mashallah, mashallah, dhe ka për qëllim që ai dalin pa se unë jam modest ndaj hoxhallarëve. Prandaj flas kaq bukur, kaq mirë. Zemra është problem. Zemra është problem, për Zotin është problem. Zoti ndrejt zemrat tona, i pastrof jetët tona dhe na bëf ne sinqert vetëm me Allahun subhanahu wa taala. Pjesa e dytë e hadithit që pejgamberi ka thënë sallallahu alaihi wasallam se punët ngrihen tek Allahu subhanahu wa taala, përveç mushrikut dhe ai cili ka mushahana, grindje, armiqsi, urrëtie, smir, zili, vëllezër në një shtëpi, vëllezër në një saf, vëllezër në një xhami, vëllezër në një fe, dhe si flasin njëri tjetrit. Çdo njëri shikon tjetrin me syun e inatit, urrëties, zilis, smirës. A do të ngrihet puna tek Allahu subhanahu wa taala? Atëherë pastroje zemrën tënde nga kjo. Prandaj pejgamberi ka thënë çfarë? Devotshmëria është këtu në zemër dhe ka thënë nuk duhet që besimtari ta ofendoj besimtarin. Nuk duhet që vllai musliman ta ofendoj vllai musliman, ta nënçmoj, t'ia kthej shpinën, ta ofendoj. Pse? Sepse kjo devotshmëri që duhet në zemër atëherë s'ka e pastër, s'ka e rregullt. Pra besimi s'pas ka bëu pastrimin si duhet. Prandaj besimtari musliman duhet ta pastrojë zemrën e tij para se të vi Ramazani, që të jetë një enë e pastër, që kur të futet në Ramazan, atëherë të futet me një zemër të pastër dhe ndaj vëllezër mos ketë më thon smir dhe zili. Ju keni dëgjuar hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke marrë pejgamberi alaihi salam, duke qëndruar me sahabët e tij sallallahu alaihi wasallam, vjen një person, sahabi nderuar, por nuk ishte shumë i njohur tek sahabët e tjerë, as Abu Bekri, as Omeri, as Uthmani, as Aliu, sa kishte marrë abdes, mjekra po i pikonte ujë, ato këpucët, shapkat, nallonet, quajë si dush, në krahun e majtë po futen në xhami. Thot profeti alayhi salam, nëse doni të shikoni një burr nga banorët e xhenetit, shikoni filonin. Sahabët u habitën. Kjo përsëri 3 herë, i herë, 2, 3. Njëri nga sahabët ju vë mrapa dhe i tha, o filan, në jetën time me babën, sa konflikte, dhe gjithë kemi ne, diskutime, debate, por që thu situatën, du të largohem disa ditë. A mund të vi tek shtëpia jote? Të qëndroj me ty? Tho, po hajde. Dhe shkoj tek shtëpia e tij personi që pejgamberi dëshmoi se është nga banorët e xhenetit. Shkoj atje dhe pa një adhurim më shumë sa sahabët tjerë, jo. Ato farzet, para sa falte sabahun një rekat namaz natë, dhe kaq. Një ditë, 2, 3, i tho sahabi nderuar, thotha, unë kam ardhur tek ti, jo se kam ndonjë lloj konflikti për plasje me babën tim. Për profeti alayhi salam ka thënë 3 herë radhazi. Nëse doni të shikoni një person që është nga banorët e xhenetit, shikoni këtë burr. Dhe thash, çfarë adhurimi kryen ti që ke fituar xhenetin në gjykimin e pejgamberit alayhi salam?
Sa vallahi kjo që pe. Vetëm se unë tha, nuk i mashtroj besimtarët. Unë tha, nuk ishtë mashtroj besimtarët. Dhe e dyta, unë nuk kam hased smir për asnjërin nga muslimanët. Pra unë flej, duke heq nga zemra ime smirën ndaj vëllezërve të mi musliman. Tha sahabi nderuar, kjo është ajo çfarë ne smundemi. Zot na i pastron zemrat. Subhanallah, ai flente gjumë duke heq smirën ndaj besimtarëve, ndaj muslimanëve. Sa kanë mesin tonë që Zoti e ndrej gjanin tonë që nuk na zej gjumi, filani më ka bo, filani dia boj. Më shumë në kalon gjysmë e natës, duke morë njëri tjetrin me gojë, me fjalë. Prandaj pejgamberi ka thonë sallallahu alaihi wasallam se ai cili përhap të lloj grindje, urrejtje, smire, zilie, armiqësie mes muslimanëve, si ngrihet puna. Ore kam lexuar Kur'an sot 3 faqe, 5 faqe, një xhuz. E kam agjëruar sot nafile për Allahun subhanahu wa taala. Ndorra një sadaka për Allahun subhanahu wa taala. Bëra këtë. Por se vallahi atë vllajën që e kam saf par, nuk du ta shoh me sy. S'ngrihet kë Zoti. Nuk vlerësohet tek i madhi Zot. Dhe punë ngrihen mëngjes dhe mbrëmje, ngrihen të hënën dhe të ejtën, por ka dhe ngritje vjetore tek Allahu subhanahu wa taala. Prandaj, si po flasim ne sonte, apo tek ligjëratat e hoxhallarëve përgjithësi, ishin 2 vëllezër, vllai i madh dhe vllai i vogël. Këtë e tregon një profesor i besueshëm për mua. Dhe kërkon vllai i madh nga vllai i vogël një lloj borxhi. Dhe i thot, duan kaq lek sepse jam në nevojë. I thot, po urdhro. Thot, data e kthimit pas një muaji. Kur vjen data e kthimit, e merr vllai i vogël vllain e madh. Thot, o vlla, thot, erdh data e shlyerjes. Na i kthet e borxhës edhe ne nevojtar, familjar, fëmijë, gruaja aty po këtu. I thot vllai i madh, s'ke borxh tek unë. Edhe mos merr më në telefon. Vllai i vogël nuk e kisha atë zërin e madh si vllai i madh. Po si ore kam dhënë borxh, para i muj folën bashk, ore s'ke borxh ndaj me tek unë. Dhe ky rrini ditë 2, 3 dhe shkoi e thot nanës vet, oj nan. Kështu kam problemin me vllain e madh. Më ka marr borxh dhe më ka mohuar. Nana ngre durr nga qielli, thot, o Zot, merja hakun çunit tim të vogël. O Zot, bëni dua dhe lutje ndaj djalit të madh. Si ishte një padrejti e qartë. Thot vllai i vogël, vallahi billahi, nana bën të dua kundër djalit të madh, unë thoj, o Zot, mos e prano duan dhe lutjen. Se po ta pranonte Allahu subhanahu wa taala duan dhe lutjen, në atë moment do e shkatronte. Dua e nanës për fëmin. I thosh dhe babës, thot po ti të ngjë. Dhe babai tha, lutje ndaj vllait të madh. Thosh po ti të ngjë, o Zot, mos e prano duan babës tim. Shkova në xhami dhe ngjova ligjëratën. Si në sante. Rëndësia e faljes, pajtimi mes vëllezërve, largimi ndaj smirës, zilis, urrejtjes, armiqësisë. Dhe hoxha duke foli për vlerën e faljes. Dhe nëse fal, kjo është më afërt për devotshmërinë. E nëse fal, shpërblimi yt është ke Zoti i gjithësisë. Thotë, pse shkon në xhami unë thamë dha? Hoxhallarët flasin, pajtimi, vllazëria, kjo, ne tha se kur kemi bërë çfarë të shkojmë dhe kalojmë atë si puna deti. Dhe u veçua me veten e vet, o Zot, vetëm për kënaqësinë tënde, unë dia fal vllajt tim, pa drejtësi. Dhe e merr vllajin në telefon dhe thot, o vllai im i dashur, ai mirë. Të kam thonë mos merr më në telefon. Çfarë borxhi ke tek unë? S'ke borxh tek unë. Mos merr në telefon. Thot vlla, tu të them që ti ke shly borxhin. Dhe merr nonën dhe babën në telefon. Thot, vllai im i madhi, djali juaj e ka shly borxhin. Sepse unë ja dorëzova Zotit, ja fala. Prandaj nesër për drek e janë të gjithë të festojnë bashkërisht, hajmë. Kur shkojnë tulën bashkërisht, vllai i madh, vllai i vogël, prindrit, nëna dhe baba e fusin vllain e madh në mes. Dhe
një krah përkëdhelte nëna djalin, në krahun tjetër baba, djalin e madh. Dhe i thonte, na e zbardhe fytyrën. Zoti të nderoftë ja Rabi. Në të vërtetë nuk ishte shly borxhi. Por djali i vogël kishte treguar çfarë më thonë që vllai im e ka lyp borxhin, ja ka shly borxhin. Po i thot baba dhe nëna, na e zbardhe fytyrën. Për ne mama dhe baba jam krenar për tyve. Të kam rrit halal. Këtu vllai i vogël po shikon situatën. Tha me edhe vezvetë të shejtanit. Tha erdh momenti me shfarros. Me janë nxjerr gjithë metat. Edhe momenti mi thon çfarë më thon, hajo i poshtër. Vezvetë të shejtanit. Ndodh nga herë me neve, du ta farim vllain ton, që ta farësh të ka bëu disa herë të problem. Hajt ka bokte. I mallkuari me to gjëra lu me ne. Dhe thot, erdh momenti me janë nxjerr palarët. Këtu tregoja. Thot vllai vogël, subhanallah, thot ghalaba imani wiswasi. Imani im, besimi im e mundi vezvesët e shejtanit. I thash ta, unë ja kam falë për hir të Zotit dhe e dush problemin nga i madhi Zot. Përkundrazi, ajo është vllai im dhe kur shikonte babën dhe nëndën që buzëqeshte me vllain e tij të madhin, lumturia ishte më e madhe sa borxhi që kishte dhënë. Dhe u vazhduam thon, u ndam gjithë. Gjithse kush në shtëpinë e vet. Ajo ditë për mu ishe e lumtur, tha, sepse pash vllajin dhe prindrit të gëzumën. Kur shkova shtëpi, tha, dhe rasht fleja. Kur rasht e fleja, para sabahut, tha, më troket dera në ëndër. Them, kush është? Thot, unë jam i dërguar i Zotit. Në ëndër. I dërguar i Zotit të kun? Thot, po. Për shkak se ja fale vllajt tat, eja bashkë me mu, se kemi një udhtim. Dhe niset vllai i vogël bashkë me pejgamberin në ëndër sallallahu alaihi wasallam dhe niset bën umre, tawaf, në Qabe. Tawafin e parë, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pasi mërët 7, vendos pejgamberi alaihi salam dorën e tij tek shpina dhe thot, ec përpara. Sot të nderova me praninë time. Kur shpërblimi çfarë ti e ke fal vllajt është tek Zoti i gjithësisë. Sepse puna jote vërtet është shumë e madhe. Se dhe Allahu e ka marrë përsipër që çfarë, ai cili e fal vllain e vet, Zoti është problem. Dhe nuk e ka treguar se është problemi. O vëllezër, do futesh në Ramazan, në urrëti me vllain tënd? Do futesh në Ramazan, padresia, zullumi? Do futesh në Ramazan, ndoshta kanë vëllezër prej gjaku, prej nëne, prej babe, apo besimi, s'flasim njëri tjetrin. O vallai se shijove Ramazanin, sepse zemrën e ke lënë thon të valojë në atë ujtin, në atë zjarrin e gjunave dhe mëkateve. Prandaj, kjo zemër do pastruar. Do të futesh në Ramazan të shijosh, atëherë futesh ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra largoje sy e faqësinë në përgjithësi, shirku i madh dhe i vogël, dhe pastroje zemrën tënde nga urrëtia, nga smira, nga zilia, nga dashakeqësia e vëllezërve të tu. Që ta shërosh Ramazanin. Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Qëllimi i Ramazanit, i agjërimit, nuk ose Allahu ka nevojë që ti dhe unë të frenohemi nga ushqimi. Jo. Qëllimi është që ne të arrisim devotshmërinë. Pra i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Zoti nuk ja ka nevojë në ti personi që agjeron kur len ushqimin, por se ai nuk len dëshminë e rrem. Dëshminë e rrem, gajan atë, gaja këtej. Nuk e do Zoti të lloj agjërimi. Zoti na i pastroft njetet. Zoti na i pastroft zemrën tonë dhe e boft kulluar. Allahu subhanahu wa taala na e mundsoft që ta përjetojmë Shabanin si muaj të pendimit tek Allahu subhanahu wa taala dhe inshallah e arrim Ramazanin me zemra të pastra që ta shijojmë te muaji. Zoti ju nderoft dhe Zoti shpëlef më thon Hoxha Ahmedin përftesën, na e boni halal se ndoshta edhe u zjatëm, por emocionat bëjnë vetë më thon përpara Hoxha Ahmedit. Zoti inshallah ju shpëlef me të mira, wa sallallahu ala Muhammedin wa ala Muhammed. Zoti ju nderoft.
Zotit shpërbleft Hoxh Muhamedi, me të vërtet na kënaqe me këshillat, me fjalët, me ngjarjet që tregove. Allahu xhel xhelalu jo më kot Kur'anin e ka bërë libër që kanë të dhe histori dhe ngjarje, sa të që e bën historia dhe ngjarja në zemrën e njeriut, nuk e bën këshillat. Pra ajo ka një vend dhe një rol shumë të rëndësishëm në edukim dhe në reflektim dhe në ngjarjet që përmend Zoti ta shpërbleft. Siç e thash, Hoxh Muhamedi është i omël, është i dashur, edhe është modest, Zoti e rujt, e i dhont Allahu marsi e mirësi dhe e kënaqt Allahu si në këtë botë dhe në botën tjetër.